Hej miq, qa bënë si jeni? Kam harru me ju thonë se kam ardhë këtu Velipojt e ky hoteli. Kam harru me e bo prezentimin. Kam bo do video të kalura, keni një po në vijim. Por kam harru me bo prezentimin. Kam ardhë Velipoj për disa dit. Për qef, vend shumë. Këtu kam ardhë përgjësi në Shqipni, kur bëj plazh në Velipoj vje. Ose ka zona e Bilionit këtë herë, kam ardhë ka zona e plazhit Ada. Kam ardhë për shef me bë ditë plazh, një 10-12 ditë diçka të tillë. Ky është prezantimi videot si do shihni në vim, i kam bë ditë e kalura. E kam bë më shpak videon se kam harru me ashtu. Edhe që shtu, tani po nisna për plazh, u la mas dite, po shkojmë tash në mjes, tani po shkojmë tani mas ditën. Tu kanë bërë një pedonale shumë mirë, se kisha pak kohë pa ardhur, kisha 2 vite. Si përfundon këtu te Grand Europa, te ky hoteli këtu. Edhe ishin bërë goxha punime qyshe në fund si kam ardhur. Ishin bërë goxha punime në këtë vend. Tani këtu marr kthesen me shku për plazhën. Ora është gati 9 darks. Jam shumë afër kufinit. Shqipëri me Malzi aty ku dana me punën. Jam rrugës. Këte është pyll i egër këte i mrapa kalash. Edhe tesh po shkoj bashkë te kufini me pa kufinin se si është nga puna. Natyre e egër, vend i egër. Edhe ama shumë interesant. Shikoni si kjo si tip lagune këtu. E këte i mrapa është deti. Shumë vend interesant dhe i bukur. Rruga për marrë këte ishte me pem tegra, do me thonë kishën ra pishat në aty. Gjysën e rrugës e bashën det, gjysën e bashën rënë se kishën ra pishat në ujë. Tesh këtu jam në kufi, Shqipëri. Këte janë se jam unë janë Shqipëria. Përballë është Mali Zi. Mos u gabosh është ishulli Ada Bojana. Këtu dahet Shqipëria me Malin e Zi dhe këtu është lumi i Bunc si derdhet në det. Pra më në fund erdhem bashkë te kufini. Shumë vend i bukur. Deti Adriatiku të ashtanaj. Nga plazhi Ada në Velipoj. Aty si e dini të gjithë. Jo të gjithë, po kush ka ardhur e di se ku është plazhi Ada. Nga plazhi Ada në Velipoj. Hec rreth 1 orë gjysmë bregut detit, siç ju thashëm më përpara. Kanë ra pisha në breg detit, futesh pak det. Hec 1 orë gjysmë martu. Po shumë vend i bukur, shumë vend interesant. Domethënë kjo është pjesa më veriore e Shqipërisë ku ka bregdet. Nuk kena më vend tjetër si ka shumë bregdet. Kaq në veri. Por pasi sa ata dikur tojnë atë në të gjitha po nesë. Histori tjetër ajo. Edhe kjo është pra vendi, prej men ja vlen çdo kush si do vinë këtu, ja vlen me qoftë edhe një herë me vizitu këtë vend. Vend shumë i mahnitshëm dhe i bukur. Shumë vend i bukur për mu vizitu. Rruga kthimit pra, tu ecë në ujë. Këte i bregdeti kanë ra pisha. Edhe duhet me ecë në ujë kjo rruga kthimit. Këtu jam duke shkur te Viluni. Jam lodh pak se nga plazhi Ada deri në Vilu kam marrë kam, prap sot. Nga lodh pak e ton ditën plazh, veç në drek shkojmë pak me fjet. Aty te hoteli. Jo me fjet, sa me hangër drekën ma shumë. Edhe tash po shkojmë me pa një vend të në Vilu. Një vend shumë bukur dhe ja tregoj tani. E këtu jam te Gryga Vilunit, për këtu erdha. Visha shpesh këte edhe para një 10 vitesh, më përvashit se kisha një 10 vite pa Velipoj. Për arsye se ngam qenë të marrën punë në Sene, 10 vite kisha parë pa këtu, kam nëshru dhe dyqanë të Sene, këtu është Gryga e Vilunit. Nduket janë ujra si vinë nga fshatrat ose nga malet, edhe përfundojnë det. Urdhënoni. Këtu është edhe vend e kurrinj. Me shëzlojnë me sanë, të këtë shëzlojnë dhe këte është deti. Është edhe deti Velipoj, ujë shumë i pastar e kristal. Që si e keni? Kjo është Velipoja gjatë natës, si dalin njerëz edhe shohin lokalet e natës e tjerë.
Edhe këtu po ju tregoj disa imazhe nga plazhi në Velipoj gjatë ditës. Shikoni sa bukur është, plazhi kristal i pastër ishte shumicat e ditëve. Kjo ishte video, shihna shumë shpejt në video tjetër.